Përshëndetje, mirëmbrëma dashur miq, uroj të jeni mirë, uroj të jeni gjithë mirë dhe duke kaluar bukur në këtë fundjavë. Unë rikthehem sepse nuk kam më kohë, rikthehem për të vijuar bisedat tona dhe diskutimet tona lidhur me arsyet se përse duhet ta mbështesim lëvizjen e Adeu, kush jemi ne, çfarë po bëjmë ne dhe çfarë do të bëjmë ne. Duke qenë se ka patur një numër të lartë miq dashamirësh të interesuar se çfarë do të bëjë lëvizja Adeu, më konkretisht, dhe cili është programi i saj. Unë sonte do të përpiqem dhe çdo natë do të përpiqem që t'ju jap disa nga pikat e orientimit ton të përgjithshëm dhe orientimit ton strategjik dhe disa nga planet e programit politik të lëvizjes Adeu, të cilin ju duhet t'ia drejtoni të gjithë shqiptarëve, duhet t'ia dërgoni pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse kjo është e vetmja drejtare ku ne mund t'i informojmë shqiptarët. Pyetja më e madhe është, Kreshnik, përse ne duhet ju mbështesim ju? Çfarë jeni ju? Kush jeni? Çfarë programi keni dhe ku do të shkoni? Ju kam thënë, i keni parimet strategjike dhe objektivat strategjike dhe kartën e vlerave. E gjeni të detajuar tek websajti zyrtar i partisë lvizjaadeu.al. Por më kanë thënë, një pjesë i lexon, një pjesë nuk është mirë me internetin, ka dëshirë të dëgjoj live. Për këtë arsye, unë sonte du të tregoj se cili është ndryshimi ndërmjet lëvizjes Adeu dhe ofertave sorosiane, ofertave të partive të vjetra dhe atyre të cilët ju kanë pirë dhe ju kanë thithur gjakun me shiring për 34 vjet. Shumë shkurt, përpara se të hyj në dy detaje të programit, sepse programin nuk e lexojmë gjithin sonte. Sonte do të merrem dhe do të lexoj për ju, do të tregoj për ju atë që kemi parashikuar një, parimet themelore dhe vlerat themelore të lëvizjes Adeu, përballja me agjendat globaliste agresive të cilat po na zhbëjnë si kom dhe si individ, dhe e treta, ekonomia. Në qoftë se zgjatemi shumë, do të merremi kryesisht me planin ton për të mbrojtur shëndetin e popullatës nga agjendat e rrezikshme të OBSH-s, Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dhe si do të merremi me kastën e mashtruesve, të cilët vënë në rrezik jetët e shqiptarëve, ashtu siç i vunë ato ditë kur ne dolëm dhe refuzuam, dolëm, bëm protesta, organizuam protesta, dhe siç ju kam thënë, ishte e vetmja parti politike, lëvizja Adeu, përveç individëve të cilët kanë qenë të pranishëm, e vetmja parti politike në Shqipëri, që ka qenë pjesëmarrëse. Si parti politike ka qenë lëvizja Adeu. Atëherë, kur të gjithë ju mashtronin, kur të gjithë ju gënjenin, kur partitë e tjera nuk piptinin, as të rejat dhe as të vjetrat, ne dolëm shesh, dhe ju e mbani mend, kur unë u shoqërova nga policia, pikrisht, sepse dolëm në shesh për të mbrojtur jetën tuaj. Do ta bëjmë këtë, edhe nëse na kushton jetën. Do ta bëjmë dhe do të lidhim besën me të gjithë shqiptarët e ndershëm këtu në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, sepse ky është momenti. 2 janë pikat që do të trajtoj sonte, ose 3, në varësi të kohës do të shikoj sa mund zgjatem. Në varësi të kohës, 1, parimet dhe vlerat tona themelore, e 2, plani ynë për të përballur me OBSH-n dhe hetimi i pandemisë, sepse këtu kemi qenë të parët në fush, në sqarim, në rrjetet sociale dhe në betejë. Dhe ekonomia, nëse nuk del koha sonte për ekonominë, nesër pas nesër në ditët në vijim, sepse do të dalim në shesh, sapo na erdhën edhe flet palosjet, është kutia atje e madhe, presim, do të dalim, do të zpresim të ndajmë të gjitha në shesh. Dhe do të takojmë njerëzit, siç kemi nisur organizimin, do ta bëjmë në çdo qytet, në çdo rreth. Fillojmë me programin politik. Përpara se të hyjmë tek programi politik, më kanë ardhur disa video, shumë shkurt. Disa video të cilat më dërgojnë njerëzit. Jo kështu ka thënë ky për ty, ashtu ka thënë. Është një personazh që del ke sheshi Skënderbej, që pret t'i japi ndonjë sanduiç apo ndonjë sufllaqe
atje, i cili shpif dhe portalet e Edi Ramës i bëjnë buj. Çfarë është shpifja? Shpifja është që Kreshniku është bërë me Sali Berishën. Kreshniku nuk është bërë me Sali Berishën. Kreshniku është takuar edhe me PD dhe me PS dhe me LSI edhe me 25-30 parti, çdo parti politike që ka në Shqipëri, Kreshniku i takon, sepse përfaqëson një parti politike dhe dëgjon të gjithë çfarë janë duke bërë, ku duan të shkojnë, sepse kemi hallet e Shqipërisë në mes. Kreshniku nuk ka asnjë marrëveshje, as me Sali Berishën, as me Edi Ramën. Por, kori i partive të vjetra, për të na djegur ne, ka ngritur 2 tymnaja, për cilat duhet jeni të vetëdijshëm. Tymnaja numër 1, partit e vogla janë vote djegme, kjo është një mashtrim, sepse populli do të na votojë masivisht, sepse populli i urren masivisht partit e degeneruara, të cilat e kanë dërmuar këtë popull për 34 vjet dhe nuk kanë më asgjë për të thënë. Dhe ky është një pretendim mashtrues dhe një pretendim i fliqur i ulët, të cilin e financon Rama dhe Berisha bashkë me shokun e tyre që është Mburg. Kjo është e para. E dyta, është një personazh që rrin ke sheshi Skënderbej, ky kapet, bëhet viral, bën si kur ruan Shqipërinë dhe pret t'i japin në sanduiç apo në tas me supë. Këta të partisë së punës, që quhen sot karteli i rilindjes. Cila është shpifja që bëjnë? Shpifja që bëjnë, Kreshniku ka shkuar me Saliun. Kreshniku nuk ka shkuar me Saliun. Kreshniku është në listën e votimit. Partia e listuar subjekti politik me numrin 3. Po të isha me Saliun, do isha ke listat e Saliut. Nëse ka budallej dhe njerëz të trash që nuk e kuptojnë kaq gjë, nuk e bajnë dot Shqipërinë këta, nuk e mbrojnë dot Shqipërinë. Idiotët nuk e mbrojnë dot Shqipërinë. Më vjen keq. Idioti nuk e mbron dot Shqipërinë, sepse idioti nuk ka minimumin e kapacitetit dhe të aftësisë për me kuptu që Kreshniku është vetëm në zgjedhje. Dhe për këtë arsye, larot dhe zarët e Berishës kanë dalë nëpër internet dhe thonë Kreshniku po i heq vota PD-s, sepse ka dalë vetëm në zgjedhje. Kreshniku po dëmton opozitën, i shërben Edi Ramës. Ndërkohë ky zagari i Edi Ramës që rri ke sheshi Skënderbej, ky mashtrues, ky tregon një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Çfarë është shpifja e radhës? Kush është të shpifim që Kreshniku është takuar me Berishën? Unë jam takuar edhe me njeriu më të rëndësishëm planetit dhe me njeriu më të pa rëndësishëm planetit. Nuk i jap llogari kërkujt unë se kë takoj dhe çfarë takoj. Unë i kam thënë Berishës, je pjesë e të vjetrës, nuk bëhemi me ju. I kam thënë Berishës në çdo studio dhe në çdo bisedë që kam patur këtu, i kam shpjeguar arsyet se përse Berisha është hedhur tek lobi grek për të shpëtuar veten e tij. Dhe këtë kam shpjeguar çdo natë. Nuk mundeni të më bëni pyetje naive dhe shpesh idiote që Kreshniku a e boti me Berishën. Po si jam bërë unë me Berishën, unë jam vetëm në zgjedhje. Si mund t'jem unë me Berishën, unë jam vetëm, kam dalë vetëm. Berisha ndjen dhimbje dhe PD-ja, sepse donin që unë të bëhesha me ata, dhe unë dola vetëm. Tani çfarë bëjnë? Këta të PD-s tonë, është i Ramës, Rama thot është i Saliut. Kush është qëllimi? Qëllimi është ekzekutimi i lëvizjes Adeu, siç e kanë ekzekutuar me mohimin e të drejtës së saj për të dalë në televizionet e kokainës në darkë, televizionet e mashtrimit, ashtu synojnë që të na mohojnë dhe t'i mashtrojnë shqiptarët duke u thënë atyre që Kreshniku u bashku me Saliun. Kur u bashkova me Saliun? Siç është ajo, disa portale nxjerrin fotografi dhe nxjerrin lajm Kreshnik Osmani i bashkuar me Saliu. Pse? Ku e pat? Shkoni hapni syt të gjithë idiotët që nuk din shqip, apo që bëjnë si shqiptar. Hapni portalin, hapni gazetat. Lëvizja Adeu garon e vetme kundër partive të vjetra. Kaq është loja. E kalojmë këtë pjesë.
hyn tek programi politik, se e kam shpjeguar 1000 herë. Por më vjen shumë bezdi që unë më duhet të komentoj dhe të harxoj minutat e shtrejta të jetës time duke komentuar një idiot, të cilin disa prej jush më thonë ky është figurë. A më kupton? Kjo është çmenduri. Një zvarranik që rrin tërë ditën tek sheshi Skënderbej për të prit kush t'i jap një sufllaqe, apo kush t'i jap një tas supë, apo kush t'i japi 50 euro dhe 20 euro nga këto portalet, do vendosi për fatet e Shqipërisë. Një idiot, një i pështirë që ka kapur si gjoja bën patriotin. Ky është i pështirë, sepse unë kam 6 muaj që sulmoj Berishën për arsye të Fredi Belerit. Dhe për arsye të lidhjes së tij me lobin grek. Kjo është poshtërsi. Por, kujdesni, loja është e pisët, është e madhe. Janë hedhur të gjithë në fytyrë Shqipërisë, do ta shqyen. Dhe këtë do ta bëjmë duke përhapur shpifje të ulta dhe të ndyra. Hyni në çdo website, Lëvizja Dheu Garon e vetme. Është me numër 3 në listë. Në fletën e votimit ka 11 subjekte, ne jemi treshi. Aty ku do të shkosh të vesh X-in në gjithë Shqipërinë. Kështu shpifës, portale mos shpifni më, sepse jeni të shpifur, jeni ordiner, jeni prostituta, jeni keq informues, jeni mashtrues. Faleminderit. Kalojmë ke programi. Ky është më i rëndësishëm. Programi politik i Lëvizjes Adheu është shumë i gjatë sigurisht, por ne e kemi ngushtuar dhe e kemi thjeshtuar. Fillimisht të merremi me atë që është slogani ynë i madh. Lëvizja Adheu, zëri i Shqipërisë së bashkuar dhe konservatore. Ne jemi parti e djathtë dhe konservatore, ndryshe nga partitë e djathta të George Sorosit. Ne nuk kemi frikë të themi jemi nacionalist, as kemi frikë të themi jemi patriot, as kemi frikë të themi jemi antiglobalist, as kemi frikë të themi jemi sovranist, sepse ne nuk na atashojnë dot me të djathtën ekstreme, sepse e kemi shpjeguar 1000 herë, ne nuk jemi racist, ne jemi sovranist. Dhe këto janë dy gjërat të kundërta. Ndërsa e djathta aktuale në Shqipëri, e djathta që doli nga Partia e Punës, është e djathta e cila nuk guxon të thotë që është konservatore, por thotë jemi të qendrës që ta mbajnë mirë edhe me këta të majtët e burokratët e majtë sorosian në Bruksel dhe në Amerikë sigurisht. Pra, Lëvizja Adheu është zëri i Shqipërisë bashkuar dhe konservatore dhe do të jetë. Të gjitha partitë e tjera të reja që i pritën edhe në Kosovë edhe në Maqedoni janë parti të majta, ekstremisht të majta, që i ka hapur shkatëruesi i Shqipërisë dhe i Amerikës dhe i gjithë njerëzve dhe i popujve të lirë Fondacioni për Shoqërinë e Hapur Soros. Vlerat dhe parimet themelore të Lëvizjes Adheu janë ruajtja e identitetit kombëtar dhe trashëgimisë shqiptare. 2. Këtu do të përkushtohet pra betejë. Përkushtimi ndaj shtetit të drejtë dhe transparent, mbrojtja e familjes tradicionale dhe e vlerave konservatore, respektimi i diversitetit pa kompromise mbi sovranitetin kombëtar, që po shitet për gjithë shtetet e botës që këta të blenë pushtet, siç po shet Rama portin e Durrësit, Gjadrin, Sazanin, detin Jugun e kështu me radhë, bashkëpunimi i sigurt, i fortë, i ngushtë me shqiptarët e diasporës, respektimi i diversitetit pa asnjë lloj kompromisi mbi sovranitetin kombëtar. Pra jemi të ndryshëm në krahina, në fe, në bindje, në ideologji, por Shqipëria dhe sovraniteti i saj është vijë e kuqe. Familja është themeli dhe fundamenti i kombit. Familja është institucioni më i rëndësishëm shoqëror dhe themeli mbi cilin ndërtohet një komb i shëndosh dhe i qëndrueshëm. Ne besojmë se pa familje të shëndetshme nuk mund të ketë as shoqëri të fortë, as një shtet të qëndrueshëm. Lëvizja Adheu do të mbështesë politika që forcojnë rolin e familjes tradicionale shqiptare me në qendër lidhjet e forta, edukimin moral dhe dashurinë për Adheun dhe Shqipërinë. Do të luftojmë fort dhe për këtë duhet na mbështesni.
kundër propagandës që synon të relativizoj apo që të shkërmoq konceptin e familjes. Edukimi i të rive dhe i të rejave dhe i brezit të ri do të bazohet në vlerat tona kombëtare dhe jo në eksperimente ideologjike që dalin nga gjerizet e agjendave woke, të cilat po shkatërrojnë sot perëndimin dhe mbar hemisferën perëndimore, e cila shkon drejt degradimit moral, familjar dhe kombëtar. Do të mbrojmë të drejtën e prindërve për të edukuar fëmijët e tyre sipas besimeve dhe traditave të tyre. Gratë dhe burrat do të kenë mbështetje konkrete nga lëvizja e Dheu për të krijuar dhe ruajtur një familje të fortë. Politikat tona ekonomike do të favorizojnë familjet me fëmijë dhe me ato që lindin më shumë fëmijë, sepse Shqipëria është duke u zhbërë. Shteti do të jetë në një aleat i familjes shqiptare dhe jo një zëvendësues i familjes shqiptare. Është shumë e rëndësishme. Dheu fillon me shtëpinë e secilit. Prandaj duhet votoni të reshin Kreshnik Osmanin dhe lëvizjen Dheu. Sovraniteti mbi të gjitha. Sovraniteti vëllezër dhe motra shqiptar. Sovraniteti i Shqipërisë nuk është thjesht një koncept juridik apo një term politik, por është garancia e lirisë dhe dinjitetit ton kombëtar. Lëvizja Dheu angazhohet për një Shqipëri që merr vendimet e saj në Tiranë dhe jo në zyrat apo hollet e lobeve anti-shqiptare ndërkombëtare në të cilat bëhen pazare për të nxjerrë në treg dhe në pazarin e madh të lojës kombeve sovranitetin e vendit dhe centimetrat apo milimetrat apo kilometrat katror të sipërfaqes dhe territorit të Shqipërisë. Do të rishikojmë çdo marrëveshje që të cënon interesin kombëtar dhe do të triumfojmë ndaj burokratëve globalist dhe zyrave të tyre të ftohta, të akullta, të cilat nuk ngurojnë her pas here të marrin vendime në dëm të interesave të popujve të vegjël, veçanërisht ndaj interesave të Shqipërisë këtu në Gadishullin Ilirik. Shqiptarët duhet të jenë zot të pasurive të tyre, të territorit dhe të politikës së tyre të jashtme. Ne besojmë se në bashkëpunimin me botën dhe me shtetet e tjera të mëdha dhe të vogla, por kjo do të ndodh vetëm mbi baza të barabarta dhe dinjitoze. Kur më me një shtet i cili i bindet të huajve pa asnjë lloj morali, i bindet të huajve pa asnjë lloj dinjiteti, i bindet të huajve pa asnjë lloj kushti që mbrojnë interesat e kombit të tyre dhe tradhtojnë interesat e popullit vet. Do të rikthejmë fuqinë ligjvënëse dhe vendimmarrëse në duart e institucioneve shqiptare. Marrëdhëniet ndërkombëtare do të bazohen në respekt dhe në reciprocitet, i cili nuk ka munguar dhe nuk do të mungojë nga partnerët tanë aleat strategjik me ata politikanë dhe politikane shqiptare të cilët kanë patur dinjitet, edhe pse kanë qenë pak në numër, ata janë trajtuar me dinjitet dhe me reciprocitet. Ata që kanë shqitur Shqipërinë janë imoralet anti-shqiptar, me dosje të tregtisë së drogës, me dosje korrupsioni e krimi e vrasjesh, dhe kjo i ka detyruar që të qëndrojnë me sqetin e mbyllur përballë ambasadave, llozhave dhe shërbimeve të huaja për çdo lloj kërkese që atyre u është bërë në drejtim të interesave të Shqipërisë. Sot duhet votojmë dhe duhet mbështesni lëvizjen Dheu, sepse ne e kemi treguar dhe kemi dhënë prova që e kemi guximin dhe të gjithë forcën e duhur për të pastruar Shqipërinë nga krimi dhe nga korrupsioni. Korrupsioni, vëllezër dhe motra, është kanceri që po shndërron vendin tonë në një kënet të vërtet dhe po e gryen nga brenda. Ai ka kapur shtetin, drejtësinë, mediat, studiot e politikës dhe të analizës dhe çdo aspekt të jetës publike në Shqipëri. Çdo zyrë e këtij populli, e këtij shteti është e krimbur dhe e kontrolluar nga korrupsioni.
Lëvizja e Dheu do të jetë forca politike që do të godas me dorë të hekur dhe nuk ka frikë të përballet me oligarkët dhe tradhtarët e këtij kombi, të cilët tentojnë nëpërmjet kontrollit të tyre të zyrave të shtetit të konfigurojnë interesat e bizneseve të tyre dhe ta bëjnë këtë, ta realizojnë këtë në kurriz të interesave madhore të Shqipërisë. Do të sekuestrohen pronat dhe pasuritë e vjedhura nga klasa 34 vjeçare hajdute dhe do t'i kthejmë ato në shërbim të popullit shqiptar. Këtë do ta realizojmë me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, të cilët e kanë shprehur vullnetin e tyre për të ndihmuar popullin shqiptar në goditjen përfundimtare të klasës hajdute dhe në nxjerrjen e milionave dhe të miliardave të tyre të cilat i kanë fshehur ose në Shqipëri, ose në perëndim, ose në offshore, ose në bankat të cilat kanë sekret të lartë bankar. Punë dhe dinjitet për shqiptarët, jo emigrim dhe skllavëri. Kjo është arsyeja përse më datën 11 maj, nëse ndodhin zgjedhjet, do të jesh e ke detyrim moral kombëtar dhe ndaj Shqipërisë, ndaj brezave të ardhshëm, ndaj fëmijëve të tu, të votosh lëvizjen Adheu me numër 3, sepse shqiptarët kanë të drejtë të jetojnë me dinjitet në tokën e tyre dhe jo të detyrohen të largohen prej Shqipërisë ose të jetojnë këtu si sklever modern. Shqipëria ka nevojë për një ndryshim të madh në këtë aspekt në këtë moment të rrezikshëm shpopullimi. Ndaj lëvizja Adheu do të mbështesë zhvillimin e prodhimit kombëtar dhe industrinë vendase urgjentisht për të krijuar vende të qëndrueshme pune dhe për të zhdukur monopolin e importuesve të mëdhenj të cilët kanë populluar supermarketet e Shqipërisë dhe të shqiptarëve me produktet e Serbisë dhe të vendeve të tjera fqinje. Duhet mbështetur prodhimi vendas, si e vetmja mënyrë për të prodhuar në Shqipëri dhe për të konsumuar mallra made in Albania, duke nxitur politikat e mbështetjes së prodhimit brendës vendas dhe duke prerë dhe duke goditur me dorë prej hekuri duart e gjithë atyre të cilët ruajnë monopolin e importeve dhe që i bllokojnë dhe shkatërrojnë çdo lloj nisme që orientohet dhe niset në Shqipëri për të prodhuar dhe për të patur një prodhim kombëtar, për të patur një prodhim të Shqipërisë. Një Shqipëri e fortë do të thotë një komb i bashkuar. Do të shkojmë ashtu siç ju kam thënë, vëllezër dhe motra shqiptar. Shkojmë drejt një momenti të ri, jashtëzakonisht të rrezikshëm. Do të konfigurohet fati e ardhmja, projekcioni i Shqipërisë dhe i gjithë planetit për 100 vitet e ardhshme. Ne duhet jemi gati për këtë moment. Ajo që po ndodh nuk është humor. Pavarësisht se çfarë ju thotë Rama me Berishën, pavarësisht se çfarë ju thotë politika e vjetër. Kur flasim për Shqipëria 2030 e Shqipëria 2035, vëllezër dhe motra shqiptar, po rikonfigurohet politika botërore. Bota shkon drejt trazirave të mëdha. Siç u kemi njoftuar para 4 vite, caktohen fatet e vendeve dhe të popujve për 100 vitet e ardhshme. Kujdes, është moment shumë kritik dhe ju do të vendosni për të ardhmen tuaj, për aq sa ju lejojnë ju të vendosni. Dhe për këtë duhet të marrim masa, që të gjejmë të gjitha formulat e bashkimit kombëtar dhe urgjentisht jashtë protokolleve të qenit politikisht korrekt, ne duhet jemi një masë e fortë shqiptare këtu në Gadishullin Ilirik, të forcojmë fuqinë tonë demografike, ekonomike, atë të mbrojtjes dhe vetëm kështu ne mund të jemi faktor stabiliteti në Gadishullin Ilirik, faktor stabiliteti dhe faktor dhe lojtar dominant në përcaktimin e të ardhmes gjeopolitike të rajonit, në cilin ne duam të japim dhe do të japim kontributet tona, që të jetë i prosperuar, i qetë, stabil dhe me zhvillim të qëndrueshëm, pasi e ka bërë i Madhi Zot parajs vendin ton, tokën ton dhe nuk lejohet që ne ta lëmë pas dore këtë histori. Pra, për të qenë fort në botën e re që po lind,
duhet të gjejmë çdo lloj formule që bashkon minimalisht si hap i parë ekonominë e Shqipërisë me të Kosovës, mbrojtjen e Shqipërisë me të Kosovës dhe politikën e jashtme të Shqipërisë dhe të Kosovës. Më pas të përshpejtojmë ritmin dhe proceset e afrimit me popujt, me shqiptarët e tjerë të rajonit, si e vetmja mënyrë për të krijuar një masë demografike, ekonomike dhe të sigurisë solide këtu në Gadishullin Ilirik, në mënyrë që të hyjmë dhe të konkurrojmë denjësisht, qoftë me fqinjët tanë, qoftë në Europën juglindore, aty ku jemi gjeografikisht dhe aty ku jemi të pozicionuar geopolitikisht. Tashmë, një plan shumë i rëndësishëm është plani i lëvizjes Adeu për Shqipëri sovrane, të mbrojtur nga agjendat globaliste dhe refuzimi i marrëveshjeve të rrezikshme me OBSH-n dhe me çdo lloj entiteti tjetër shëndetësor i cili vendos në rrezik jetën e shqiptarëve dhe sigurinë e tyre shëndetësore. Shqipëria në këtë moment është në udhkryq. U tradhuat një herë ju dhe e gjithë bota. Duhet ta mbështesni lëvizjen Adeu, sepse ka qenë në shesh në çdo protest për t'ju mbrojtur në ditët e rrezikut të madh dhe të pandemisë së madhe. Çfarë do të bëjë lëvizja Adeu nëse ju do të na jepni mbështetjen ditën kur ju do të jepni zërin tuaj dhe do të votoni numrin 3? Shqipëria, lëvizja Adeu do të ndaloj urgjentisht dhe menjëherë, dhe Shqipëria nuk do të ratifikoj asnjë traktat ndërkombëtar me OBSH-n që të cënon sovranitetin mbi shëndetin publik. Mbajeni mend këtë. Çdo përpjekje për të deleguar kontrollin ndaj pandemive apo emergjencave shëndetësore tek institucione ndërkombëtare do të refuzohet me ligj nga lëvizja Adeu, dhe që të ndodh kjo na duhet firma juaj, vula juaj nëpërmjet votës tuaj. Firmën na e dhat. Na e dhat kur ju kërkuam 5.000 firmat për të hyrë në zgjedhje. Dhe ne ju falenderojmë. Tashmë na duhet vota jote që ne këto përpjekje t'i përkthejmë në angazhime konkrete ligjore, në nisma parlamentare dhe ligjore, të cilat ndërtojnë gardhin dhe garancinë për Shqipërinë, ashtu siç u kemi thënë. Lëvizja Adeu është garancia për Shqipërinë, dhe jo vetëm për Shqipërinë si entitet politik apo shtetëror, por garancia e gjakut tuaj, e jetës tuaj, e shëndetit tuaj, sepse ajo që po ndodh, ajo që ndodhi, ishte një situatë gjenocidale, gjenocid i cili në Shqipëri po ndodh nëpërmjet varfërisë, nëpërmjet shëndetësisë, nëpërmjet shpopullimit dhe nëpërmjet varfërisë. Do t'i shpjegojmë në vijim. Ju duhet na mbështesni me votën tuaj lëvizjen Adeu dhe do të votoni numrin 3, sepse ne do të krijojmë një komision parlamentar të pavarur për shëndetin publik që analizon rekomandimet ndërkombëtare dhe vendos vetëm mbi bazë faktesh dhe interesash kombëtare dhe nuk bazohet mbi asnjë lloj të dhënë tjetër përveç fakte dhe interesit ton madhor kombëtar. Ju duhet ta mbështesni lëvizjen Adeu, sepse lëvizja Adeu në parlamentin e ardhshëm do të kërkojë transparencë dhe konsultim publik për çdo politikë shëndetësore të rëndësishme, duke përfshirë organizatat e profesionistëve të mjekësisë dhe shoqërinë civile. Ju duhet ta mbështesni lëvizjen Adeu sepse në rast se bota shkon drejt pandemive të tjera, drejt pandemive të tjera, apo drejt planeve orgurzeza të tjera, të cilat nuk përjashtohet të ndodhin. Ju duhet na mbështesni sepse lëvizja Adeu do të përgatisë gardhin dhe mbrojtjen kundër vraksinimit të detyruar dhe abuzimit me të drejtat e njeriut, dhe ky është një abuzim flagrant me të drejtat e njeriut. Lëvizja Adeu duhet mbështetur sepse ne besojmë se vaksinimi është një drejtë personale dhe jo një detyrim i imponuar nga shteti
apo nga entitete ndërkombëtare, organizata farmaceutike dhe entitete të tjera të lidhura me shëndetësinë globale, shpesh herë të mbuluara nga hijet e dyshimit të krimit dhe të korrupsionit. Do të ndalohet me ligj dhe do të bëjmë nisma ligjore lëvizja dheu për të ndaluar çdo formë diskriminimi për shkak të statusit të vaksinimit në punë, në shkollë apo në shërbimet publike. Shteti nuk do të lejojë në asnjë mënyrë që kompanitë farmaceutike të ndikojnë në politikat kombëtare përmes presioneve apo marrëveshjeve të dyshimta. Do të mbështetet informimi i lirë dhe i balancuar, duke i dhënë qytetarëve të drejtën që të dëgjojnë zëra të pavarur mjekësor nga autoritete mjekësore dhe shkencore dhe jo vetëm propagandën zyrtare të mashtrimit, e cila është e lidhur me interesa të zeza dhe të dyshimta këtu brenda në rajon dhe në arenën ndërkombëtare. Ju duhet ta mbështesni lëvizjen Adeu, sepse asnjë parti tjetër e majt leftiste sorosiane, por edhe të djathtat ashtu quajtura të djathta që maskohen me të djathtën e qendrës, nuk kanë guxuar dhe nuk kanë plane të tilla dhe nuk guxojnë t'ju bëjnë premtime të tilla dhe nuk guxojnë të psheretin asnjë fjalë lidhur me këto çështje që lidhen drejt për së drejti me jetën tënde dhe me jetën e fëmijës tënd. Mbrojtja e trupit dhe ndërgjegjes individuale është e shenjtë për lëvizjen Adeu, dhe askush nuk do duhet dhe nuk do ta shkel këtë parim. Do të ndërmarrim çdo nisëm ligjore që e bën këtë dhe që e garanton këtë. Ju duhet ta mbështesni lëvizjen Adeu, sepse është e vetmja parti politike e cila në këto 34 vite ka dalë në ditët e rrezikut të madh dhe ne do të nisim një hetim të thellë për pandemin COVID-19 dhe rolin e institucioneve shqiptare në këtë pandemi. Do të ngrem një komision hetimor parlamentar për të shqyrtuar masat e marra gjatë pandemisë, vendimet e qeverisë, ndikimin e saj mbi ekonominë dhe mbi shëndetin mendor të popullatës shqiptare dhe mbi të drejtat e njerëzit. Komisioni do të thërrasë dëshmitar, përfaqësues të institucioneve shëndetësore, ekspert të pavarur, si dhe do të analizojë kontratat me kompanitë farmaceutike një për një në sytë e shqiptarëve. Ju duhet ta mbështesni lëvizjen Adeu dhe duhet votoni numrin 3, sepse në kohën që ju do të na mbështesni, nëse ju do të na mbështesni dhe jemi të bindur se do të na mbështesni se e keni dhënë mbështetjen një herë, qeveria do të detyrohet të publikojë kontratat me prodhuesit e vaksinave dhe do të zbarë çdo detaj që lidhet me blerjen dhe përdorimin e tyre. Do të verifikohen rastet e efekteve anësore dhe çdo abuzim i kryer me protokollet mjekësore ose me trajtimin e pacientëve. Qëllimi është e vërteta transparenca dhe ndëshkimi i të korruptuarve dhe i kriminalëve dhe ndëshkimi i çdo lloj abuzimi. Nuk është qëllimi hakmarrja, por vetëm drejtësia. Lëvizja Adeu nuk bën hakmarrje, por vendos drejtësi. Ju duhet ta mbështesni lëvizjen Adeu me numër 3, subjektin me numër 3 dhe Kreshnik Osmanin, këtu në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, sepse lëvizja Adeu me ndihmën tënde dhe me mbështetjen tënde do të krijojë, do të punojë për zhvillimin e një strategjie kombëtare për emergjencat shëndetësore me bazë kombëtare, jo globale. Baza do të jetë Shqipëria dhe jo agjendat e OBSH-s dhe agjendat e shëndetësisë botërore. Shqipëria do të hartojë një strategji kombëtare për menaxhimin e emergjencave shëndetësore me prioritet forcimin e sistemit shëndetësor vendas. Do të krijohen rezerva strategjike të pajisjeve dhe të ilaçeve, që të mos vahemi nga zinxhirët global të farmaceutikës dhe të furnizimit në kohë krize. Do të investohet në mjekësinë tradicionale dhe trajtimet alternative,
si pjesë e diversifikimit të kujdesit shëndetësor. Përdorimi i teknologjisë do të shoqërohet me mbrojtjen e privatësisë për të shmangur kontrollin dhe gjurmimin masiv të qytetarëve nga entitetet e spionazhit vendas apo ndërkombëtar. Në çdo situatë, parimi i lirisë dhe i dinjitetit njerëzor do të prevalojë mbi frikën dhe mbi manipulimin. Kaq kisha për sonte vëllezër dhe motra. U ndala tek shëndetësia. Nesër do të ndalemi në ditët në vijim tek ekonomia, tek bujqësia, tek arsimi. Kur të kemi kohë, sa herë të kemi kohë, do t'ju shpjegojmë të gjitha. Gjithsesi, për ata të cilët e njohin internetin, e njohin komunikimin me rrjetet sociale, kanë minimumin e informacionit për të klikuar në internet. Ju do ta gjeni programin të detajuar të lëvizjes Adheu, bashkë me kartën e vlerave dhe objektivat strategjik të lëvizjes Adheu do t'i gjeni në website-in tonë zyrtar www.lëvizjaadheu.al, të cilin do t'a gjeni te kutia e përshkrimit poshtë dhe te komenti i pinuar. Aty do të gjeni edhe mundësinë se si t'i bashkoheni me vullnetar fushatës tonë në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Ne do dalim derë më derë. Do të shkojmë, do të takojmë shqiptarët, do të takojmë njerëzit, do të takojmë popullin e Tiranës, banorët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Kush do të na bashkohet apo të na mbështes, me gjithçka mundet të na mbështes. Kemi nevojë për gjithçka. Kush mundet, kemi nevojë për njerëz, kemi nevojë për logjistik, kemi nevojë për financa, kemi nevojë për mbështetje, kemi nevojë edhe për lutjet tuaja. Kemi nevojë edhe për uratat tuaja, të cilat na japin krah dhe na japin fuqi për të vazhduar përpara. Kjo është arsye apo disa nga arsyet përse ju duhet ta mbështesni lëvizjen Adheu dhe të votoni këtu në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë dhe ju të diasporës. Pse duhet ta shënoni X-in tuaj, plusin tuaj apo kryqin tuaj tek kutia me numër 3 në listën e subjekteve zgjedhore. Atje është lëvizja Adheu, atje është garancia juaj, garancia për Shqipërinë. Ju lutem, te komenti i parë i pinuar do t'i gjeni të gjitha të dhënat, qoftë numrin e telefonit, qoftë numrin e kontaktit për çdo lloj interesimi që keni lidhur me ne, dhe do të gjeni edhe linkun GoFundMe ku mund të jepni kontributin tuaj nga jashtë dhe do të gjeni shpjegime të tjera për gjithçka keni dëshirë. Për sonte natën e mirë, ju përqafoj të gjithëve, paçi një fundjavë të këndshme të gjithë. Shihemi nesër dhe në ditët në vijim, në çdo minutë që do ta shohim të arsyeshme, bëni subscribe kanalit, bashkohuni me faqet tona në Facebook, Instagram, X, Kreshnik Osmani dhe Lëvizja Adheu, atje do të na gjeni, bëjni edhe kanalin subscribe, merrni këtë video, tregojani miqve tuaj dhe thuajuni atyre pse duhet ta mbështesin Lëvizjen Adheu dhe përse duhet votojnë subjektin politik me numër 3 më 11 maj, nëse ndodhin zgjedhjet. Natë e mirë për të gjithë, për qafime dhe mirë të qofshim.